Do me thënë me të gjitha këto të dhëna që ne kemi, me këto dokumenta që ne kemi, me këtë fuqi njerëzore dhe duke futur dhe ekspertizën tuaj, edhe gjendjen aktuale, situatën aktuale të vendit, si mendoni, sa është mundësia që ne ta fitojmë këtë kallë si komunitet në SPAK, ose sa është mundësia që SPAK-u të na i merr parasysh seriozisht, domethënë dhe të na jap të drejtë? Unë mendoj që me të gjithë këto dokumenta që ju më servirët ditën e sotme, me të drejtën tuaj, që ju jeni autokton, që keni pasuri të trashëguar apo dhe pasuri të përfituar me ligj, të cilën duan t'ja u grabisin, unë mendoj që drejta juaj është absolute dhe nuk ka shtet apo institucion që mos i marrë përsipër, dhe për këtë arsye mendoj që fitoria është e garantuar. Është e garantuar duke pasur besim dhe të institucionet e drejtësisë, pavarësisht problematikave që ato kanë, por këto janë institucionet e drejtësisë shqiptare që kanë vënë përpara përgjegjësisë njerëz edhe shumë të fuqishëm, oligarkë cilët përballen me sistemin e drejtësisë, por edhe qeveritarë të rangut të lartë. Kështu që vlerësoj që çdo lloj grabitësi që do vinë në pronën tuaj do marrin përgjigjen e merituar. Duhet të jemi të gjithë së bashku, unë do ju ndihmoj në çdo lloj rrugë ligjore për të arritur të drejtën tuaj. Shumë faleminderit dhe ju që më besuat. Është një shpresë shumë e madhe, një dritë jeshile. Faleminderit.